Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos i neglizhoni, këto janë shenjat fillestare të tiroides, jashtë t'i dalloni. Gjëndra tiroide është përgjegjëse për prodhimin e tiroides, hormonit që kontrollon metabolizmin e njeriut, frymëmarrjen, frekuencën e zemrës, sistemin nervor, peshën, temperaturën, si dhe shumë funksione të tjera të trupit. Prodhimi mbi normë ose në mangësi të niveleve të këtij hormoni çon në shfaqjen e ndërlikimeve të shumta shëndetësore të cilat, nëse nuk trajtohen në kohë, mund të mbartin pasoja të rënda për shëndetin tuaj. Sipas bluzave të bardha, format më të shpeshta të çrregullimeve të kësaj gjëndre paralajmërojnë një sër shenjash klinike, të cilat na vinë në ndikime për të zbuluar sa më herët praninë e çrregullimeve të mosfunksionit të tiroides. Në këtë video do të gjeni të detajuar shqetësimet më të shpeshta që duhet ju orientojnë për ndihmë drejt mjekut endokrinolog për të vendosur në kohë diagnozën e saktë të problemeve që mund të keni në gjëndrën tiroide. Ndryshime në peshën trupore mund të sinjalizojnë një funksion jo normal të gjëndrës tiroide. H1 proteizmi mund të shkaktojë shtim në peshë, ndërsa humbja e papritur e peshës mund të sinjalizojë hipertiroidizëm. Tiroidja ndikon gjithashtu në rregullimin e temperaturës së trupit. Konkretisht, personat që vuajnë nga hipotiroidizmi tregojnë se ndjejnë më tepër të ftohtë, në të kundërt njerëzit me hipertiroidizëm priret të kenë djersitje të tepërta. Rënja e theksuar e flokëve është një shenjë e zakonshme që lajmëron problemet me gjëndrën tiroide. Si nivelet e larta ashtu dhe të ulta të hormoneve të tiroides mund të çojnë në humbjen e flokut e cila arritet përsëri ose gjendja duhet të trajtohet. Problemet me sistemin kardiovaskular. Hormonet që prodhon gjëndra tiroide mund të jenë shqetësuese, që ndikojnë pothuajse në çdo organ të trupit duke përfshirë edhe zemrën. Hipotiroidizmi mund të shkaktojë zvogëlim të rrahjeve të zemrës që quhet bradikardi, ndërsa hipotiroidizmi shkakton rrahje të shpeshta të zemrës siç është takikardia. Prandaj nëse vëreni këto simptoma në shëndetin tuaj, atëherë duhet të adresoni menjëherë këtë problematik tek mjeku juaj, pasi në të kundërt mund të keni gjithashtu ndikime të forta në aktivitetet tuaja sociale. Është e rëndësishme që gjëndra tiroide të mbahen në kontroll edhe përmes produkteve sa më natyrale. Nëse vuani nga gjëndra tiroide, atëherë duhet të bëni një dietë më të specializuar për shëndetin tuaj, duke zgjedhur edhe produktet më të mira. Gjëndra tiroide ndodhet në pjesën e përparme të qafës dhe prodhon hormone të cilat kanë ndikime në zhvillimin fizik dhe mendor, në zhvillimin e qelizave dhe në metabolizëm. Sëmundjet ose çrregullime shëndetësore mund të ndikojnë në funksionet të gjëndrës tiroide, duke shkaktuar një veprimtari hiperaktive ose të ulët të saj. Ekuilibrat e gjëndrës tiroide janë të rëndësishme për të parandaluar dëmet në shëndet ose në procesin e plakjes. Këto ekuilibra mund të kthehen nëpërmjet konsumit të disa frutave dhe perimeve të cilat arrijnë të ruajnë shëndetin e gjëndrës tiroide. Sipas Brightside, do të rendisim disa nga produktet më të mira ushqyese që duhet të jenë në pjesë e dietës së personave që vuajnë nga tiroidet. Boronicat. Boronicat janë të pasur me antioksidant që ndihmojnë në paksimin e hipotiroidizmit ose veprimtarisë së ulët të tiroides. Studimet kanë treguar se boronicat janë të parat për sa u përket sasive të antioksidantëve në krahasim me 40 fruta dhe perime të tjera. Boronicat përmbajnë vitamina dhe minerale që ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të trupit dhe shmangjen e sëmundjeve të ndryshme të tyre. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj janë edhe qershit. Qershit janë të pasur me antioksidant, vitamina dhe japin trupit nivele të larta të mbrojtjes ndaj sëmundjeve. Qershit janë një frut jashtëzakonisht i mirë në ruajtjen e funksioneve të tiroides. Domatet janë një burim i jashtëzakonshëm i seleniumit. Ai mendohet të jetë i mirë për gjëndrën e tiroides duke rregulluar funksionin e saj dhe duke përmirësuar funksionin imunitar në organizëm. Seleniumi ndihmon në rregullimin e aktivitetit të hormonit të tiroides dhe neutralizon molekulat e përqendruara në organizëm, citojnë ekspertët. Kungulli. Kungulli është një perime e pasur me antioksidant dhe të dhënat tregojnë se kungulli është shumë i mirë për gjëndrën e tiroides për shkak të niveleve të jodit
që gjenden në të. Gjëndra tiroide ka nevojë për jod që të funksionojë si duhet. Nëse keni mungesë jodi, atëherë gjëndra tiroide nuk ka fuqinë e duhur të prodhojë hormonin e tiroides. Lakrat e vogla të Brukselit. Këto lakra të vogla janë thjesht të mrekullueshme për sa u përket aftësive të tyre për të ndihmuar në shëndetin më të mirë të tiroides. Bizelet. Zinku është i rëndësishëm për gjendërën e tiroides dhe gjendet me bollok te bizelet. Pamjaftueshmëria e zinkut vjet re shpesh te femrat që janë të prekur nga hipertiroidizmi ose shtimi në peshë i hormoneve të tiroides. Kjo sepse hormonet e tepërta në trup eliminojnë zinkun. Ndaj, për një shëndet më të mirë të dietës suaj, duhet ta pasuroni atë gjithmonë me produkte të duhura. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që tashmë vuajnë nga shqetësimet e tiroides është edhe salmoni, një peshk i cili mund të ofrojë shumë për shëndetin tuaj, gjithashtu edhe kur bëhet fjala për shëndetin tuaj të tiroideve, pasi në këtë mënyrë do të merrni përfitimet e tij të duhura. Disa studime sugjerojnë se shumica e njerëzve që vuajnë nga sëmundja Hashimoto, lloji më i zakonshëm i hipotiroidizmit, kanë në nivele të ulta të vitaminës D krahasuar me njerëzit e tjerë. Dozat e ulta të vitaminës D lidhen me nivele më të larta të antitrupave të tiroides. Këto antitrupa aktivizojnë sistemin imunitar për të sulmuar rindat e tiroides, që shkaktojnë inflamacione dhe vështirësojnë funksionin e tiroides. Merrni 600 njësi vitaminë D çdo ditë për të parandaluar inflamacionin dhe tiroidia mund të funksionojë më mirë. Salmoni është një nga burimet më të mira të vitaminës D, ku edhe një racion mund të merrni 570 njësi vitaminë D. Nëse nuk ju pëlqen peshku, mund ta gjeni këtë vitaminë edhe te lëngu i portokallit, qumshti dhe vezët. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm janë edhe frutat e thata. Frutat e thata, sidomos arrat, janë të pasur me selen, një mineral që luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e hormoneve nga gjëndra tiroide. Seleni ka gjithashtu fuqi antioksiduese. Gjetjet autoimune si sëmundjet Hashimoto mund të rrisin inflamacionin. Seleni mund të ndihmojë në lehtësimin ose parandalimin e inflamacionit nëpërmjet fuqive antioksiduese. Fasulet e bardha. Një kup me fasule të bardha të gatuara siguron 8 mg hekur, një mineral i cili për shumë njerëz, sidomos për gratë që janë në fazën e hyrjes së menopauzës, kanë në vështirësi ta marrin mjaftueshëm. Mungesa e hekurit mund të pengojë aktivitetin e enzimave dhe të prodhojë hormonet e tiroides. Duhet të keni parasysh dy gjëra. E para, trupi e ka të vështirë të përthithë hekurin, prandaj nevojiten ushqime të pasur me vitaminën C, që ndihmojnë në absorbimin e tij në trup. E dyta, hekuri mund të ulë efikasitetin e ilaçeve për tiroiden, prandaj siguroni që të merrni këto ilaçe të paktën 4 orë para ose pasi keni ngrënë një vakt të pasur me hekur. Është e rëndësishme të flisni me mjekun tuaj për kripën që shtoni në dietë. Gjithashtu, një produkt që duhet i qëndroni larg janë perimet e familjes së lakrës, të cilët ndikojnë negativisht në çështjet tuaja kur bëhet fjala për tiroiden. Edhe pse janë të pasura me lëndë ushqyese, perimet si brokoli, lakra, lule lakra, kaleja kanë në përmbajtjet e enzimave të quajtur goitrogene, të cilat ndikojnë në prodhimin e hormoneve të tiroides. Nuk është e nevojshme që t'i shmangni krejtësisht këto perime, gjithmonë përpiquni që t'i konsumoni me moderim. Vetëm siguroni të jenë të gatuara mirë, duke qenë se nxehtësia neutralizon enzimat e dëmshme. Gluteni është një produkt që ndikon negativisht në çështjet tuaja të problemit të tiroides. Dieta pa gluten nuk është e mirë për këdo, prandaj ju të gjithë njerëzit me tiroide jo aktive duhet automatikisht të heqin dorë nga gluteni. Mund të kufizoni ushqimet e pasur me lutein për të paktën 3 deri në 4 javë dhe nëse gjendja juaj përmirësohet, atëherë është më mirë që t'i reduktoni ato nga dieta juaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.